groshën si ta ruajmë që të mos na zëj miza. Jani t'u tregoj tani unë se si e ruaj jo vetëm groshën, po shumë gjëra që të mos zën miza. Prisni, t'u tregoj. Këtu dukemi. Këtu është ngrirja e frigoriferit. Tani, çfarë kam këtu brenda unë? Trahana. I cili trahana do më falni. E kam në këto trastat, i themi neve, çantat prej robe, edhe kuptohet që të mos laget, e futim në plazmas edhe e ruajmë brenda. Grosh, fasulet në ngrirje, nuk pësojnë aset e një, nuk zën miza, mund t'i bani për sa kohë të doni. Ara, që i kam nga fshati, që i qanë mamë me babin edhe që i marrë me vete, se ashtu të pa qara nuk i bani, do të se venë shumë të rënda. Çfarë tjetër mbaj në ngrirje? Auq, ka pa dorën, që të mos zër miza edhe të më mësoj gjë. Miell misri, që e marrë nga Shqipëria, edhe ruaj në ngrirje të më mësoj gjë. Më shumë kanë gjëra të tilla se sa mish në frigorifer, mos e pyesni. Çfarë tjetër ruaj unë? Ky është trahana tjetër, se s'kemi dhe të një viti. Mund ta bash për 2-3 vjet trahana në ngrirje s'pëson as edhe një gjë. Pastaj unë në frigorifer lart, jo poshtë në ngrirje, mbaj edhe orizin, qiqrat, makaronat, kafen që e marrë edhe kafen turke, greke është në fakt, nga Shqipëria, e mbaj në frigorifer, unë është më e freskët, edhe të gjitha këto tjera të mbaj në frigorifer, se kam frikë nga mizat e nga këto. Që kështu më të shumta të gjërave në ngrirje i mbaj.